Leonida, të përshëndes, kush janë personat e përfshirë në këtë konflikt i plagosurit dhe autori, gjithashtu në informo pak sa i përket edhe gjendjes shëndetësore të plagosurit, pra 22 vjeçarit. Përshëndetje Fabiola, në fakt është një ngjarje e cila ka ndodhur pak pas mesnatës mbrëmshme, pra në orët e para të mëngjesit të sotëm në Golem të Kavajës, pranë rreth rrotullimit të Golemit, ku dy persona të cilët kishin një konflikt të mbartur me njëri tjetrin, dhe konkretisht Luiz Sheqi, 22 vjeç dhe Shpëtim Dedje, i cili në rastin konkret është edhe autori i plagosjes së 22 vjeçarit. Ata janë përplasur fillimisht me debatet të ashpra dhe më pas situata ka agravuar deri në përdorimin e armëve të zjarrit, ku përpasoj mbeti plagosur me një plumb në këmbë 22 vjeçari Sheqi, i cili është dërguar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Durrësit, atje ku ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha, nga ku na bëhet me dije se gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar dhe është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, personi tjetër, pra autori i kësaj ngjarje, Shpëtim Dedja, është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes dhe policia po punon për të mësuar vendodhjen dhe më pas për të arrestuar atë. Sipas policisë, gjithçka ka ndodhur në harkun e pak minutave, ku dy personat, sikundra thash edhe pak më parë, kishin një problematikë të mbartur me njëri tjetrin, një konflikt të hapur dhe ishin takuar pikërisht tek rreth rrotullimi i Golemit për t'u sqaruar. Por situata është agravuar dhe më pas janë përdorur armët e zjarrit, ku kishim këtë përfundim ku njëri prej tyre mbeti i plagosur me plumb në këmbë. E kuptoj. Mirë, Leonida, të falenderoj për këtë raportim dhe informacione që përsoi sa i përket këtij zhvillimi ku dy persona konfliktuar, njëri prej të cilëve ka mbetur i plagosur për shkak se në këtë konflikt u përdorën edhe armë zjarri.